Çfarë kërkojnë shqiptarët janë të apasionuar pas futbollit, kështu që pas futbollit. Po, domethënë që gjithkohës në trending ngrin vetëm ndeshjet e sportit janë gjithkohës në trending këto gjë. Po, tjetër? Pastaj do të themi edhe këto dosja e zezë, këto lajmet e zeza, lajmet e kronikës zezë janë gjatë gjithë kohës ta personazhet, mafja, krimi organizuar e temerat, ta personazhet janë njerëz shumë kërkuar. Janë disa materiale që janë të tipit dokumentar që tregojnë, që shpjegojnë. Ngjarja e mos po them emrin, por që edhe mund ta them emrin, kështu që sa është bërë lajm. Për shembull, vajza që ishte personazh me Fisin Bajraj. Është një nga personat më të kërkuar në 7 ditë e fundit në Shqipëri. Me vërtet. Po them është i dyti. Ka shkureshti e kanë, domethënë shqiptar për ditur më shumë. Fansi si ato personazhet e telenovela. Pastaj çka ka tjetër? Big Brother besoj. Pastaj shqiptarët janë kemi një manisë shqiptarëve që janë të apasionuar pas makinave nga Korea, që blejnë makina në Kore, dhe ky është një trending që po vazhdon. Është trend sepse vinë lirë në Shqipëri dhe janë të interesuar. Nëse dhe më parë ishte një sajt që quhej Encar, që ishte një sajt korean, tani është Mega Car Korea, që është një sajtet më të mëdhaja të blerjes makinave në Korenë e Jugut dhe që shqiptarët do të janë të apasionuar. Që Shqipëria popullohet nga makinat koreane. Dhe flitet që është mbi 25.000 makina në vit vinë nga Korea. Nga Korea. Shqipëri, që shifra është shumë e madhe. Pastaj çfarë kemi? Më kohët kemi këtë trafikun e këndshëm, Aulona, në rrugë. Kemi reality show këtë? Po, bëjnë njerëzit nga 3-4 mijë euro dhe bëjnë një makinë nga Korea, që pozitive është edhe kjo më në fund shqiptarët. Patjetër për ekonominë, patjetër. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, po Tefta Radi është futur në top 10-ën. Ndoshta ishte dje në Big Brother me sa dëgjova. Po, ndoshta dhe ka hyrë në rikthimi hyrja në Big Brother e ka futur në trendin. E përshëndesim Teftën gjithsesi sepse është personazh i atërshëm, por që me sa duket kurioziteti i shtuar edhe sot. Pastaj çfarë ka tjetër? Për shembull se kur është bërë Tefta, njerëzit kanë kërkuar edhe për Francesc Ratin. Po patjetër, sepse është bashkëtorë sare. Është related. Pastaj njerëzit kanë kërkuar për listën e kandidatëve për 2025. Jo. Jam bërë kurioze për këtë. Kjo është nga fjalët më të kërkuara në 7 ditë e fundit. Po, sepse ka qenë shpallje e listave. Në vend të 14 është lista e deputetëve dhe në vend të 13 është lista e kandidatëve të PS-s. Në top 15 fjalët më të kërkuara për 7 ditëve të fundit. Denisa, të pyes, nëse Partia Socialiste do t'ishte në vendin e Partisë Demokratike, pra në opozit, mendon që do të kishte këtë lloj qasje kryeministri Rama për TikTokun apo do ta shfrytëzonte maksimalisht për të shkuar tek të rinjt? Opsioni B. Do nuk e mendoj fare censurimin e TikTokut. Edhe është treguar në 2-13 në zgjedhje. Nuk e mendoj fare censurimin e TikTokut si një në sensin që është duke u mbyllur në këto momente për një pikpamje, nuk e di, sigurie të të rinjve, për një deformim karakteri, shëndeti mendor, gjithë këtë pjesë, nuk e mendoj fare këtë gjë, sepse nëse do ishte kam përshtypjen e gjithë vullneti i plot nga institucionet që këtë gjë ta bëj ashtu siç duhet, Pra në sensin që mos të ndalonim ato biznese dhe ata persona që realisht përfitojnë nga kjo gjë. Pra që për ta është punë e përditshme dhe janë të ardhura mujore. Absolutisht mos ndalonim informacionin që edhe unë në disa momente apo nga cilësia saj që kërkoj për mua është i vlefshëm. Në sensin që ka shumë informacione që e marrë në një kohë shumë të shkurtër, nuk ka nevojë të klikoj në platforma të tjera që të marrë informacione, ta dëgjoj gjysmëore që ta përpunoj. Pra mund të bëni një lloj bashkëpunimi me platformën e TikTokut, siç kanë bërë vende të tjera, siç ka bërë Australia, që me kufi moshe, me kufi orari, ndoshta për 16 deri në pak vjeç, që ajo është shumë e pamundur. Dhe me filtrim. Kufi moshe nuk është pamundur akaunteve të tjera. Jo, mund manipulosh dhe vendosësh kush do të detyrojë të ta vendosësh. Me kartë identitete, me pasaportë biometrike, me kartë identiteti, fëmia nuk sfutet dot në momentin që ka një kartë identiteti. Po është e sigurt që kur ne fusim të dhënat tona kaq sensitive? Është e sigurt më pas. Në aspekt sigurie. Nga vjedhja e të dhënave. Një nga problemet që kishte që si Meta, si dhe edhe kompanitë e tjera nuk e përdorin të verifikimin me ID card, sidomos 9-18 vjeç, është sepse kanë hall që në moment që do hakerohen, gjithë të dhënat, ID cardët e përdoruesve minoren bëhen publike dhe kjo është një frikë shumë e madhe e këtyre social mediave që ka pas raste që janë hakeruar. Po mirë, atëherë ky është rrezik që Australia që nuk i lejon deri në moshën
16 Që ka vënë vjeç, pra ti kufizime, nuk mund ta aksesosh deri në atë moshë. Unë them që është çështje menaxhimi kulturor se sa çështje menaxhimi teknik kjo gjë. Kjo është qoftë edhe për Facebookun, qoftë edhe për Instagramin, nuk është një problem vetëm për TikTok. Jeni kurioz të lexoj kush janë qytetet që kërkojnë më shumë për listat e kandidatëve të PS-së? Fillove tani. Po. Jam shumë, unë jam shumë. Ti ke ardhur në televizion në aktualiteti, kështu që ti jepi se edhe ne na interesojnë këto të dhëna. Ne do mbajmë shtime. Tani fjalën Do mbajmë shtime dhe bëjmë kronikën pastaj për lajmet. Tani fjalën lista e kandidatëve të PS-së është kërkuar më shumë në Durrës. Në Durrës, Në Durrës, interesi më i madh aty për PS-së. Berat, Dibër, Elbasan. Dhe qyteti që është më pak interesuar për listat e kandidatëve të PS-së është Tirana. Mi ky është lajm. Ase Kuksi. Tani qytetarët e interpretojnë si të duan, po ky është lajm. Jo, base në Tiranë janë më të qartë dhe s'kan pasur nevojë të Unë mendoj që këto zhvillimet e fundit Ose TikTokun to. Ose zhvillimet e fundit politike në Tiranë ndoshta mund të kenë dhe ndikimin e saj. Për shkak ka një lloj indiferentizmi tashmë ndaj politikës. Në Tiranë po, në rrethet dihet më shumë. Po, rrethet janë më të lista e deputetëve, një sekond. Tani shohim dhe anën tjetër. Do ta shohim atë po. Ama se mezi po e prej. Po deri ke emrat e deputetëve. Lista e deputetëve të PD-s. E nisim, e pari është Berati, që është interesuar për listat e PD-s. Që të na ndryshon ka bastionin. Pas vjen Durrësi, Fieri, Elbasani, Shkodra dhe e fundit dikush është Tirana. Pra Tirana, po mirë, atëherë pas kemi balancim. Jo, okay, sa duket në Tiranë, që pas ka një lloj indiferencë. Në qytetet janë shumë indiferentë. Shikoj, nuk është indiferencë, se kam përshtypjen në çështje është janë totalisht shumë të lodhur nga politika dhe kuptojnë që edhe kur shikojmë këto videot apo se janë edhe më të varur në Tiranë nga politika, kurse në rrethë influencon më shumë politika. Edhe në rrethë po ndi edhe në rrethë, nuk është se s'ka ndikur, edhe po ndihet pak, edhe janë zgjuar pak më shumë qytetarët. Se nëse shikojmë politikën me vëmendje të gjitha këto kohët e fundit. Okej, unë kisha bërë një video, po nuk e kam hedhur dje. Mirë, më bësh, nuk e kam hedhur. Shikojmë që ekziston një lloj, domethënë, nuk do të përdor zhargon të shëmtuar, por që kur shikon videot e tyre të gjithë liderave, po e them kështu, që duan që të futen dhe po futen në këtë garë, nuk ka ndonjë video që shpalos në një gjë efikase apo një platformë apo një diçka që i shërben qytetarit. Domethënë të gjitha videot çfarë janë këto video fani që duan të bëhen meme. Pra është bërë një lloj politike qesharake e gjitha. Dhe në momentin që bëhet qesharake dhe kalon të gjitha unë besoj që kuptohet. Unë mendoj që kuptohet. Edhe nga këto që nxjerr Tomi, domethënë të gjitha Google searchet edhe trendet, ato që lexojmë ne. Besoj që kuptohet që të gjithë të rinjtë, edhe mbi të gjitha ajo shtresa që janë intelektual, po e kuptojnë këtë pjesë, që është një Tom, me që jemi këtu tek politika, sa e rëndësishme është fjala e lirë në këto platforma sociale? Flasim për TikTokun, me që jemi tek TikToku. Pra, çfarë informacioni qarkullon atje? Tani fjala e lirë edhe konspiracioni, shikom, online ka qef konspiracioni është shumë me merr klikimi gjithkohës. Jo vetëm online, po edhe nëpër televizion ne kemi parë që janë më mirë se censura. Konspiracioni. Patjetër që po, se liria është gjë e rëndësishme, por që ndoshta tani po shfaqsoj kryeministrin pse po tenton të mbylli TikTokun, ndoshta ka frikë një skenar rumun, që mund të jetë afër kjo gjë, domethënë ndoshta e ka menduar kështu, ndoshta ka folur me. Ndoshta shikon këto partitë e reja le të themi që po përdoren fuqishëm nuk e dim ku e ka rrjetet sociale dhe që duket që kanë një kush ndron pika, por që besoj që duhet të jetë një merak nga kjo gjëje. Mund ta shpjegojmë edhe për publikun për ata që ndoshta nuk janë shumë dieni për shembullit të rumunta. Që ta specifikojnë. Në Rumani ndodhi një gjë e çuditshme që një kandidat që doli nga hiçi në këtë rast, në Shqipëri nuk është ky rast, por që unë po më thojnë za për shpesërin, doli 3-4, ndoshta maksimumi 6 muaj para zgjedhjeve filloi të ishe publik si individ. Dhe Befas fitoi zgjedhjet dhe gjatë fushatës filloi të promovoheshin nga disa tiktokera filorus, rumun e Temerat që ishin me 7-8 milion followers e Temerat, por që kjo është ajo që kjo është influencer, ëh? Kjo është influencer vërtet në rrjetet sociale, sepse këto gjëra funksionojnë. Për shembull, para 2 vjetësh një europarlamentar
nga Qipro u zgjodhi një youtuber. Do thënë ai vendosi të kandidojë për europarlamentar dhe fitoi. Ai kishte diku Po, është mbi 1 milion subscribers në YouTube.